Përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi sërish me ju për të ardhur me historinë e radhës. Sot do të flasim për një jetë shumë të rëndë. Sot do të flasim për një dhimbje të madhe që ka kaluar një njeri në jetën e tij. Që nga dita kur hapa sytë në këtë botë, nuk mësova çfarë ishte fjala dashuri. Shtëpia jon nuk pati kur paqe, nuk pati familje, nuk pati ngrohtësi. Kishim një baba, por në shpirt ishte një katil. Një djalë i alkoolit, i bixhozit dhe i urrëties. Dhe një njeri që nuk na pa kur si fëmijë, por na pa si pengje. Unë jam rritur me britma, me thyerje të enëve, me lëkurë të mavjosur dhe zemër të thyer. Çdo natë flija duke dëgjuar mamin duke qarë në heshtje, vetëm që mos të na zgjonte. Babai vinte i dehur, gati duke u rrëzuar, dhe ne prisnim me frikë kush ishte radha sonte. Ai nuk përdorte fjalë, përdorte shuplaka. Nuk tregonte mësim, tregonte forcë. Nuk kishte ADD, kishte bixhoz. Për 22 vite unë dhe mamaja ishim të burgosura brenda mureve të një shtëpie që quhej shtëpia jon, por në të vërtetë ishte feri ynë. Vitet kalonin dhe sa më shumë që rritesha, aq më shumë ndryshonte gjithçka. Unë u bëra e bukur dhe bukuria ime u kthye në mall tregu në sytë e tij. Një natë babi humbi shumë para në kasino. U kthye i çmendur duke goditur gjithçka. Qante nga inati jo nga pishmani. Dhe atë natë ne dëgjuam fjalinë që shkatërroi jetën time. Kam borxh dhe vetmja mënyrë për ta larë është vajza ime. Mendova se ishte një lloj shakaje errët nga alkooli, por jo. Ai më shiti, jo si njeri, por si mall. Na morën me forcë, më nxorën. Njerëzit mendojnë se feri është diku poshtë të tokës, por unë ferin time kam jetuar për 22 vite brenda shtëpisë që duhej të më quhej familje. Që kur linda nuk pata një ditë të bardhë. Babai im nuk ishte njëri i zakonshëm, siç e thash, ai ishte i varur nga alkooli, bixhozi dhe zemërimi. Ne nuk kishim jetë, kishim terror. Çdo mbrëmje ishte një luftë. Ne u ritëm duke numëruar jo ditët e lumtura për plagët. Mami përpiqej të na mbronte, por edhe ajo ishte viktimë. Kur ai kthehej natën i dehur, duart e tij nuk njihnin ndalim. Për të, ne nuk ishim fëmijë, ishim viktima dhe ajo ishte grua e lidhur me zinxhir të padukshëm. Unë isha vajzë e vogël e friksuar që mësoj të heshtë, mësoj të fshihej, mësoj të mos qante sepse sa herë qaja më keq bëhej. Dhe në sytë e tij gjithçka ishte fajin. Ndërsa të tjerët shkonin në shkollë me çanta të bukura dhe ëndra, unë shkoja me mëngë të gjata për të mbuluar shenjat. Mësuesit pyesnin pse isha gjithmonë e heshtur. Nuk e dija si t'ju përgjigjesha. Në vend të lodrave kisha frikë, në vend të përqafimeve kisha goditje, në vend të dashurisë kisha britma. Mami shpesh më thonte në vesh mos fol, mos u nxe, mos e shiko në sy, vetëm duro. Dhe unë durova për vite, për shumë vite. Kur u bëra 15 vjeç, babai u bë dhe më i tmerrshëm. Mami u sëmur nga stresi, nga frika, nga dhuna. Ajo nuk mundej më. Një natë pas një sheri të tmerrshëm ku babai e goditi pa mëshirë, mami nuk u zgjua më, zemra e saj u dorëzua. Por babai tha një fjali që më ka ndjekur gjithë jetën. Vdiq se deshi, unë s'kam faj. Në varim nuk qau as një lot. Njerëzit na pan me keqardhje, por askush nuk e dinte të vërtetën. Dhe tani mbeta vetëm me të. Pas vdekjes së mamit, ai u zhyt më shumë në alkool dhe bixhoz.
Shtëpia u kthye në kazino private, me burra të panjohur, me tym, me para dhe me borxhe. Unë u bëra shërbetore e tij. Gatuaja, pastroja, i mbaja sekretet, i mblidhja gotat nga tavolina. Dhe gjatë gjithë kohës ai më shikonte si të isha mall e jo vajza e tij. Një natë dëgjova shifra me mijëra euro borxh. Ai humbi gjithçka dhe pastaj humbi dhe veten. Ajo natë më ka ngelur në mendje si thik. Ai u kthye, më kapi nga krahu edhe më tha: "Ti do të më ndihmosh, ti do të më alash borxhin mua." Unë mendova se po fliste për punë, për ndonjë shërbim, diçka normale, por jo, ai kishte vendosur që të më shiste si mall, si një send, si një objekt që nuk ka shpirt. Burri që i detyrohej borxhin ishte i pasur, i dhunshëm, shumë më i madh se unë në moshë. Ai më pas sikur po shikonte një mjet, jo një njeri. Dhe marrëveshja u mbyll. Babai më martoi me zor vetëm që të shpëtonte veten. Në vend që të më mbronte, ai më tradhtoi. Në vend që të më mbante në prehër, më shiti. Sa po hyra në shtëpinë e burrit ku më dorëzuan, e kuptova se nuk isha e martuar, isha skllave. Ai më trajtonte jo si pronë, grua. Nuk më pyeste nëse qaja, nëse kisha frikë, nëse kisha dhimbje. Dhuna vazhdoi, por këtë herë ishte më e rëndë sepse nuk kisha askujt t'ia flisja. Më mbylli telefonin, më izoloi, më kërcënoi. Nga feri i babait tim, kisha shkuar në një fer edhe më të keq. Një ditë pas 3 vitesh torturë unë mora vendimin. Nëse nuk ikja do të vdisja, dhe askush nuk do të merrte vesh. Unë u aratisa natën, zbathur, me trup të plagosur dhe me shpirt të coptuar. Mund të shkoja te një grua e moshuar që më njohu nga fshati im i vjetër. Ajo më dha stre, bukë dhe më tregoi se jo çdo njeri është i keq në këtë botë. Dhe unë vendosa të flas, vendosa të mos hesht më, vendosa të tregoj të vërtetën. Nuk kërkoj mëshirë, nuk kërkoj famë. Kërkoj vetëm të më dëgjojnë. Unë jam një vajzë që u rit pa dashuri, pa fëmijëri, pa mbrojtje, e rrahur, e torturuar, e shitur, por sot jam gjallë. Dhe kjo është fitoria ime. Dua që çdo vajzë, çdo grua, çdo njeri që jeton në heshtje të di: dhuna nuk është faji yti. Heshtja të vret dhe askush nuk ka të drejtë të të shes, të të lëndoj dhe të të torturoj. Unë dola nga feri dhe po tregoj historinë time që askush të mos e vuaj si unë. Dhe kjo është historia e vajzës e cila përjetoi një tmerr në jetën e saj, u shit nga babai, e pabesueshme, por e vërtet. Babai ja shkatroi jetën, duke e besuar si njeriu më të afërt. Unë nuk e di si mund të bësh këtë gjë, por ka njerëz në botë që edhe e bëjnë. Domethënë që nuk i konsiderojnë fëmijët e tyre si fëmijët e tyre. Kjo është e tmerrshme. Unë shpresoj që tani ti je mirë, edhe kur mos u kthema në këtë ferë.